Bismillah. Për shëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur me përgatit për muajin e madhëruar të Ramazanit sheqerpare me orra. Të gjithë muslimanëve spari urime ky muaj i bekuar, Allahu na ndihmoft, Allahu na pranoft agjërimin, lutjet tona, gjitha të mira tona, kudo që i bojna edhe kudo që jemi. Sheqerpare me orra që kanë mjë knoqë, si për vete ashtu edhe kur keni misafir të ftuar për iftar. Krejt që ka ju nevojiten prej përberzve janë 250 gram me buter, i kom shkri pak në mikrovele, pra 3 gota të 200 ml me miell, 150 gram orra të bluara, 2 kuq të vezë edhe 1 vezë komplet, gjys pluhuri për pjekje, pra gjys paqete ose peciv. Për shërbetin, pra i marrim 650 ml me ujë të nxehtë ose të val, edhe i marrim 3 gota të 200 ml me sheqer, ja shtojna edhe 1 sheqer vanile për aromë tepër të mirë që i vjen, pra. Bismillah, fillojna spari me përgatitjen e brumit, e marrim një enë të thellë. E kemi marrë edhe enën, pra tash e qesim pra boterin për ndryshe gjalpen në një enë të thellë. I marrim 2 të kuq të veve, edhe 1 vezë komplet. Shtojna orrat e bluara, 150 gram orra, gjysmen e paqetes, pra pecives ose pluhurit për pjekje. I përzina spari, ta përbers me tel të durës. Pasi që i kemi përzi këta përbers, marrim tash të miellin. Shtojna edhe e përzina brumin me duar. E kemi përzi edhe brumin, duket kështu, që bashkohet, pra si që përshifni kur të bani kështu me duar. Tashti formen mundën i mja dhon ose ma gjata, ose pra rëmbullake. Unë i bëj të dyjat, pra edhe i bëj kështu gjata, edhe rëmbullake. E marr tash një silikon që është i kuzhinës që përdorim që pas me djeg tigonat kur të janë nxehta ose të psijat, i ranojna kështu, që të ju bohen këto vrimat kështu mirë duken. Edhe i lojna onash. Të gjitha, pra ju duket brumi njerë kështu që është krejt i shkapërdert, po kur të bani kështu me grosht, bëhet pra bashk. I ndojna pra format, çdo njëherë pra zgjati, mandej i qesim të kjo forma e silikone që është, për mos me o tjeg nga tepsijat ose tigonat kuzhine. Njëherë ja dhojmë format që kështu, mandej edhe rëmbullake të dyjat, deri në fund.
Edhe sheqerparet i kom rendit pra kështu në një tepsi me dimension 42 cm ku e kom lyp pra me gjall pak edhe i kom rendit si që përshifni. Furën e kom zë me parë në temperaturë 190 gradë. Tashti e fusim pra tepsin me sheqerpare që pjekën temperaturë 190 gradë. Edhe sheqerparet i kemi hjek prej furrës, i kemi pjek pra në temperaturë 190 gradë për 40 minuta. Tash sheqerparet i lojna me uftof. Në anën tjetër, me njerë fillojna me përgatitin e shërbetit, si që thash 3 gota me sheqer, 200 ml që janë, një sheqer vanile, 680 ml pra me ujë të vaj, për ndryshe pra dvëluar me parë, e lëshojna shpëretin. Prej aty që fillon me marë val pra me uzi, e njehni 10 minuta që ta zini ma ndej me temperaturë të ullt për 10 minuta shërbet. Edhe shërbetin e kemi zi për 10 minuta si shtash. Sheqerparet janë ftohur, pra duhet shërbeti i nxehtë ndërsa sheqerparet e ftohta. Bismillah, tashti pra i përvlojna sheqerparet. Dalin fantastike. Ja u kemi qitë edhe shërbetin sheqerpareve, tashti i lojna pra për një 4 orë kështu që ta thithin mirë shërbetin. Pra është mirë mi lanë një 4 orë derisa ta marrin shërbetin mirë sheqerparet. Nëse i provani ju lumshin duart, e ju bëft mirë, Allah na pranoft agjerimin lutjet tona e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them miru po fshi.